Olta. Shumë placime të prit në studio, dashur. Faleminderit për kohën. Mirë. Ti si të kam? Mirë, faleminderit. Bukur dukesh. Hajde, ratuhemi. Ky është vendi për ty. Faleminderit. Si në shtëpinë tënde. Si të kemi? A je pas diteve në punë, apo e siguron veten që me qenë në shtëpi edhe me fillu, me thonë, një lloj pushimi të angazhimit? Tash që është Ramazan, e kemi bëm mbylljen ora 4. Gjithë stafi, ata që agjërojnë me pas mundësi me shku në shtëpi për iftar. Për ndryshe kemi hapur deri në 7, po gjatë këtij muaji kemi marrë pak pauza më të mëdha se zakonisht. Besoj që këtë e kanë mirëpritur stafi që kanë që mbajnë Ramazanin, sigurisht për shkak të kohës rëndësishme që me kalu me familjen edhe tjena aty për kohën e iftarit. Sigurisht. Pakiza, nuk e di, nuk isha dëgju ndonjëherë emër, po bëra pak një kërkim të shpejt për të parë nëse ka dikush tjetër që ekziston me këtë emër në Kosovë, të paktën i regjistruar. Nuk po e gjej dot. Është emër shumë unik. Në Kaçanik e kanë edhe 2 vajza tjera, po ku kam shku, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Perëndim, është shumë interesant, se as nuk figuron as jam shqiptare, as s'mundet miron fije çka është ky emër. Ndoshta po të shkojë në Azinë e Jugut, sa kishim pak. Jo, është emër persian. Është persian, po. Kuptimin e ka e pastër. Kështu që tash mas shumë kohë në Londër e kam kuptu kuptimin e emrit, se s'e kom ditë, po është një emër që na ka emru Halla, edhe mu edhe binakën. E përgëzoj shumë Hallën, këso Halla kemi nevojë të gjithë. Që t'i vëm fëmijëve emra të veçantë, se kush nuk do që ta ketë emrin e veçantë, ani pse qëndroj me këtë shprehjen që njeriu e bën emrin dhe ju emrin njeriun, por pse jo edhe një plus, ta kemi një pakiza shumë të veçantë. Besoj që për nga, edhe rrugtimi yt në fakt është i veçantë, besoj kjo të ka përndjekur, si me thonë, të ka prirë edhe emri, po thoja dhe shikuesve, je rritur në Kaçanik, besoj me shumë dashni, me një familje me 3 vëllezër e 3 motra, mos jem gabim, me edhe një nga motra që e ke binjake. Po, edhe një kam një identical twins, që jemi rritë edhe si mi ndo kur, mas shumë viteve kur kemi shku në Zvicër. Edhe ashtu Zvicra ka qenë një vend ku printet tonë kanë qenë ma herët se nana, i kemi përfundu shkollën e mesme 2-jat, tu refuzu me shku jashtë, me shku të prind, mandej mas një viti, unë veç nuk më isha me përballu presionin e Zvicrës, thash nuk mundem, këtu s'është për mu. Mas një viti që kemi jetu, kemi fillu jetesën në Zvicër, atëherë unë kom emigru, kom shku mas pari për intervist në Londër. Po në cilin vit u bë kjo kalimi prej Kosovës në 97-ën? Zvicër? 97-ën kemi... Në çfarë thona u gjondët, si erdhi deri te vendimi? Ato kanë qenë, vendimet kanë qenë, as kena pas aty, veç pse sona i kanë zgjat me nalon, me thonë sa kind janë kallëzu prind, për mës më na i prishtë, me thonë me kry shkollën e mesme, sa ajo është, ka qenë diçka që nuk ka mujtë mu avoid. Mandej, masi që kemi shku në Zvicër, kemi këshyrë disa universitete me motrën për me hy, me vazhdu studimet atje. Unë shkom qenë e knaqën me Zvicrën. Qa së pëlqente? Është interesante se në anën tjetër kemi kjo diasporë shqiptare në Zvicër? është boring, është shumë... Eftoft, njerës të janë të ftoft. Janë shumë strikt, byrokraci tepër e madhe. Kur flasë për byrokraci, kur kom botë ma tepër se në Zvicër nuk... Nëse keme pagu një laps, kam ta që një jetër edhe aty ka një loj byrokracie. është vend monoton për mu. Unë e kom krejt familjen që jetojnë atje dhe asë një spajton me mu. Po për mu ka qenë Londra ajo që i ka përmbush. Atë kohë kur ti nuk, pra ju të dyja nuk po gjindeshit në Zvicër edhe donit me provu Londrën, Anglim për këtë intervistën e parë që ke pas atje. Konsultat ose mendimet e familjes si ishin? Sa tentonin me ju mbajt në Zvicër? Babi jam ka qenë gjithmonë skeptik. Unë si 16 vjeçare kom dasht me shku në Londër. Po për ato ka qenë diçka e pajoze, këtu e pas na
vendin ku unë jam aty, për çka me shku. Londra është metropol, është vend i rrezikshëm, ashtu të si çdo prind që e ka atë merakun për fëmijë. Masi që kemi shku në Zvicër... Po vetë apo edhe me binjaken? Jo, binjakja ka nejtë se ka pas të dashurin në Zvicër. Kjo dhe me të njëra parë që ju të dyja unë datë. Hera e parë kur unë edhe ajo jemi... Kushe përjetoj më vështirë? O zdi, unë e kom qenë ma vetë, unë e mendoj që ajo e ka pas edhe të dashurin, edhe printe me, edhe gjithë kanë qenë bashkë, unë e kom pas vetëm një motër me cilën kom shpenzu gjithë kohën time, edhe ka qenë shumë e vështirë. Ndarja e parë mes meje dhe asoj ka qenë unbearable. Si kujtoj naftë e para? Sa të shpeshta i kishit kontaktet, apo a komunikonit disi? Gjdo dit. Motra tjetër që ishte në Londër, ajo mundoj ke me mdonat komfortin që it's okej, po dhe është okej. Ka shku nja 3-4 muj deri sa une veç e kom kuptu që kjo është jeta jeme, une veç duhet mu adaptu me sejnet që me realitetin e hidhur. Mandej jeta në Londër nuk është e filmave, është e vështirë. Ishte Londra si e kishe imaginu? Po. Pra, doje të tërhiqesh e prej Zvicrës, sepse të jep të atë ftohtësinë, jo për shkak të temperaturave, se nuk besoj që e ke gjetë gjithmonë diell në Londër. Jo, ashtu, jo. Londra ka diçka tjetër. Në Londër akceptohesh si individ. Nuk akceptohesh si shqiptare, si asi... Më thonë, ti në Londra është qaq vibrant, sa nuk njësh e huja. Ti njësh që ti ke arë në shtëpi tënde, je në shtëpi ku ti jeton, edhe nuk njësh inferiore. Më thonë, ta jep ngrohtësinë Londra. Londra është një vend që krejt andrat, nëse ki ambicje, nëse je punëtor edhe ki ambicje. Londër i përmbush gjitha. A të tronditi pak kjo mënyre funksionimit në Londër? A kishe në i shok kulturor, kështu, me të cilin nga Kaçaniku e përjetove atje? Kemi pas shumë, po unë e gjatë fillimit, me njëherë kom fillu me punu. Edhe, se ka qenë hera e parë në jetë, kur unë jom një e varfun. Gjatë kohës, kur unë kom qenë si fëmi në Kosovë, kena pas kushtet normale, si gjdo familje shqiptare. Jo ashtu shumë, po jo dhe pak një jetë shumë normale dhe shumë të ngratë. E Londra ka qenë hera e parë, kur unë jom një që unë jom broke, s'kam, edhe aty kom fillu edhe me punu. Qa nise me punu? Dhe Andrej punoj ke menager me një lokal në Londër, ku fillimisht hina veç si në trajnim. E mandej fillova me punu, kom punu dikun, ku e gjatë kitë studimeve të mija që i kom kry, me fakultet, me studime postdiplomike, unë e kam supportu vetin me restorant, kom punu gjatë 7 vite. Mramjet e kom pas në pun, ditën e kom pas në fakultet. Po Londra ka që të mirë, që ti jep që të oportunitetit. E mira e Londrës është që nëse ki potencial, nëse je zoja, nëse punon hard, ki me mri aty ku ti donë. Si unë djeve kër e more rrogën e parë? E pa më varun. Jo, po unë e mëj me jetu, me atë respektin që se ke bo asë një herë një jetë, s'ke punu kur. Edhe tash të ka dhonë të oportunitetin me punu, me studiu në njëjtën kohë, e vjen për një venit në Kosovë, ku ne nuk i kemi pas edhe shkollat si duhet, jemi shkollu nga për shpia, do me thonë gjatë shkollës mesme, generata jemi nga... E me mëri me një vend si Londra, ku... A ishte mjaftueshme si pagë që merje, sa t'impunon të shpenzimet, edhe a ke pas në epizod ku pavarësisht që fillove punën, prap ajo ndjenja e të mos pasurit mjaftueshëm të hyra për me imbulu shpenzimet, si me thonë të godiste ko pas? Me të thonë që unë kom qenë shumë e fatshme, gjatë gjithë jetës teme unë kom qenë shumë e fatshme. Kërë më shku Londër, unë e kom pas motrën atje. Kështu që
banimin, ushimin, ka qenë E heqën. e hekun. Dikon 3 vjetë e gjysë, unë kom banu të motra, edhe kom fillu studimet, me support shumë të madhë ndaj saj. Ajo ka qenë, është vetëm 1 vjetë e gjysë në ndojnë në mosh, po ajo më patë bosinon, me thonë, a erdhe, as erdhe, telefonin 12 natës, me thonë, qaq shumë personale pa të marrë ajo gjendjen teme që unë jëmë shku me studiu dhe jëmë shku të ajo. Pas ka shumë kredita për këto vitet e para. Motra edhe dhondri në Londër. Sa ko kaluan papa binjaken? 2 vjetë e gjysë. 2 vjetë e gjysë pa u pa. 2 vjetë e gjysë. Malli besoj ishte në kulmin e vetë, si ishte takimi, si ma kuptoj? Kur unë e marrë dhe në Zvicër, binokja ka qenë Kosovë. Do me thonë e kena pas një keq kuptim. Do me thonë, herën e parë kur unë e marrë në Zvicër, ajo ka qenë në Kosovë. Edhe ajo të nesrit ka ardhë prej Kosovës. Qa me thonë, një diçka që me ndonë që ka qenë pjesë e trupit tanë, edhe suddenly ti se ki. Gjdo herë edhe sot, me thonë, është i vetë, unë jena familje shumë e madhe dhe pa keq kuptimet, asë njo, gjithë i du, me gjithë i kom, jena një familje me shumë pak probleme. Me thonë që shumë shpesher kur bisedoj me zveti, them, ne jena familja me ma pak probleme që mundet me egzistu. Kena shumë arsye, edhe arsyetojmë një tjetrin në kësi, edhe jena shumë të hapun, edhe nëse kemi me të kritiku, të kritikojmë, edhe jetë që atë. Ose nëse kena me të këshillu, ma mirë me i thonë. Po binokja është diçka që nuk përshkruhet. Ata du të apërjetosh, me të foltu me urë, me të njëra tjetërën para se gjithë njerëz e tjerë t'ju njihnin, kështu që është mëse normale lidhja shpirtërore që keni me njëra tjetërën. është një lidhje shumë e veçantë. Do me thonë, veç ata që janë edhe ata që janë identical, veç ata munden me ditë se so special edhe so fortunate është ti me pas dikan që është veçantë në jetën tone. Që jeni shumë e fatë që keni njëra tjetër. Po, shumë, shumë. Unë nuk di, nështë asë me marë frymë pa ato, nëse nuk flasë. Rukëtofshit për herë bashkë në jetë. Dalte një ëndër e jotja që pavarësisht të përpjekjeve tua për të gjindë në Londër, fillove punën, mbështete studimet e tua, gjithjetesën tënde për vitet e tona, pra ëndra që po ndi që ishte për modën, për dizajnin. Po, nga tu kishte kriju kjo dëshirë në marrë me? Edhe në Kosovë, kur kom qenë shumë kreative. Po, fatkeqësisht, kena jetu me një vend ku situatat e na ka qenë shumë ma. Edhe e njoftu me pak me botën e jashtit se kom udhtuna për vendet edhe si ma e vogël. Ëndra ime ka qenë me hi University of the Art si ma e vogël. Si e kom, edhe kur jam shku në Londër, që ajo ka qenë ai goal që unë e kom dasht me... Objektive që i ke vëvetës. Për me mëri. Edhe aty, kur i shoj dokumentat e Kosovës, s'mi pranojnë se na i patë ndru, na i patë bo me Shqiponje. Edhe Kosovën nuk e njefshë normal, edhe u duft me hi me kry shkollën e mes me prap, e mandej me... Sa të kthejmë bra pak jo? Unë ja 3 vjetë. Demoralizoj të paktën? Po, shumë, jo pak, shumë se në vend që unë me kry fakultetin, unë veç isha mbrapa të kry prap njëjtën gjohë që e kisha bo vite më parë, e me të thonë drejten për me më thy, jo më kone thy me shumë, edhe ajo ideja që ty nuk të pranojnë si shtet, ti që nuk je shtet, të lëndoj kje edhe më shumë, që thjesht pa vlerë. Kjo besoj të ka bo akoma më shumë me ndje fuqin edhe rëndësin e Kosovës shtetë të pavarur. Shumë, shumë e vërteto. A ke qenë në Londër a këtu? Jo atje. Kur Kosova e ka shpallë pavarësin, se kom pas ato ndër mu këthy në Kosovë, se kom mendu që mundemi me mbjetu. Po, tu ardhë ma shpesh, tu e po që këtu, sa ne t'ju nga shkojnë shumë ma mirë se nështë ta edhe në përendim. Nështë ta jo, po me hapa shumë të dhaj.
na këtu në tash i boj gati 3 vite që jo më këthy në Kosovë, edhe ka sene që jo shumë Ma të avancume, përmënda. po, se në Londra është metropol, Londra është një vend që çdo gjë mundesh me gjetë, çdo sen mundesh me bo. Me thonë, ki liberty me eksploru aq sa ki ambicje. E për mu, u kun shkollimi. Unë jom rrit me një familje ku s'ka qenë opcion mos me shku në shkollë. Andra e flogëve ka qenë, unë si fëmi, unë e kom dashtë mu bo hairstylist. Edhe babi jam ka usilë, ka thonë, është në regull, unë po të suportoj. Po kjo është vesh një hobi. Do me thonë, mas shumë viteve që unë e kam përfundu dizajnin, kam punu edhe kam pas karierë shumë të mirë. Kjo ka qenë ajo andra mrapa që unë e gjithë kom thonën, unë nuk du me vdek pa e bo që to që unë e kom pas gjithë në mendje me bo. E nisi edhe në Londër, punën e... Po, unë e kam punu 7 vite, po. Aty ku... Unë e kom pas shushni gjanë në Londër, kom pas edhe shumë të huj, shumë ma tepër me të huj, se... Jo veç komunitetit. Po, shqiptar kom pas shumë, po edhe komunitetit huja këna pas shumë. Njona për profesoreshave të mija që e kom kryu në dizajnin, ka qenë profesoresh në University of the Art, edhe ajo në roke neve më taku gjatë punës e përfundojshme gjdo herë e blen mujtë, në 2 mujtë, se nuk është sikur këto, mu më pëlqen Kosova, se këtu në senet shumë spontane, donë me dalë, me dekon e thirë një shu që thu, apo dalim edhe ndodhë. Ka shumë protokoll. Po dhe ju, pa spontan, gjitha senet shkojnë spontan, edhe me ta thonë drejten, më pëlqen. Kjo është njona ndër senet mas shumë ti që unë i qmoj në Kosovë, se mundesh edhe nëse je lodhon, edhe nëse ke pas një dit të keqe, ven mramja ti haron krejt. Se del arktohësh, shkon mëngjezin e pi kafin me dikan që ti donë me pi, dhe me thonë ti efton, apo dalin për kafe, apo shihem. Pra, bën ma dinamike gjithë ditën. E kjo e ka bu Kosovën shumë atraktive për mu. Në çfarë gjendje ishe kur e more vendimin për të kthyer në Kosovë? Kosova ka qenë kitë spontane. Sa do që për thëmë që unë jom të knaqë, edhe Kosova është vend që unë tash ja preferoj gjithve. Kjo ka qenë spontanitet. Mu më vdek nana para 5 viteve, edhe filloj me një depresion që nuk mu isha me dalë. Edhe me ipit një rast një shoqja ime, më thot, a do në qëkom shpër në Kosovë? Tham, veç në Kosovë jo. Nuk dija të të kuptohem. Jo, ka ndru senet, jo është ma ndryshe, jo... Unë e veç frikën e kom se unë e jom shumë punëtore. Edhe për mu, unë e kom shumë ambicje. Edhe rejthi ku punoj, unë e du mu kom punëtore, dhe me thonë, unë nuk moj me funksionu me dikan që nuk o hard working. Edhe kjo ka qenë ajo, jo, sistemi në Kosovë është ndryshe, jo andej, jo këndej, erdha në përfundim që hajtë pre po vi për 6 muj, veç pe provaj. 6 muj të në të 1 vjetë. 1 vjetë të në të 1 year and a half. Dhe me thonë, mas 1 vjetë e gjys, veç e kom pa që unë e munde me jetu, se kanë qenë 6 muj e top shumë e rondë. Nuk mu isha mu adaptu me kur gjo. Qka nuk në gjiste? Sistemi punës. Sistemi punës. Njerëzit, mënyra e punës. Qyre, perëndimi e ka të dizajnume e çështjen e sistemit punës. Thonë, nuk kena nevoj, kur hetim punë me të thonë, ti kallëzoj senet, jonë një farë protokoll të epi, një farë liflece, ju shkon asaj edhe edhim punën, dhe me thonë, s'ki nevoj edhe shumë me pytë, se ti japin senet në fillim. Këtu ka qenë ndryshe. Këtu ka qenë të pa të bon. Edhe 6 mujt e jetës teme të fillimit kanë qenë shumë smojën e këto me bo, smojën e këto me bo, nuk moj kështu s'funksionon, kështu funksionon. Këqyren numrat muj, se gjdo herë me statistika, prindimi këtu i ka, tash edhe Kosova i ka, po si një biznesi vogël ti s'ke mujt nështë ta mi ofru këto.
Edhe e mësume me fol numrat për ty, nuk flet ti, po flasi numrat. Edhe në Kosovë s'funksionaj kjo. Edhe erdhë me një pikë ku thash adin qka une do të më këthy. Gjithë këtë provë e vendose me e bu në Kaçanik? Jo, në Marigona rezident kam punu. Me qenë 3 partnere, aty kemi punu të 3 atna për departamentet e tona. Edhe kemi pas një relationship shumë të mirë. Fatkeqësisht që se cili i këshyr mandej punë të veta, mandej unë e kom hapën Ferizaj që ma ofër në mes Prishtinës e Ferizajt, ku edhe klientat e anës Shkupit e të Kaçanikut, me pas mundësi Prishtinës e të Kosovës, që me qenë dikun ma në mes mu doke Ferizaj. A ka qenë dëshire në anës tënde që ti mu këthy një ditë në Kosovë, dhe a me dënë se do t'i pëlqente, do t'ndihej mire, e përmbushën që ti sa jeton këto, pas kaq vitesh? Nana jeme ka ndru në gjithë mu këthy, se të ne shqiptalën për gjithësit Kosovës, na nuk kemi dalën përëndim, se kemi dasht me dalën përëndim. Na jemi kom qëty me dalë, me thonë, unë nuk besoj që të kush e ka lëshu Kosovën pe qefit. Me thonë, ka qenë një etap, një pjesë e jetës tonë që na pa tjetër u dasht me lëshu Kosovën. Edhe kur e kemi lëshu, nuk e kemi lëshu me qef. E për printemi e po flasë, se na jena gjenerat shumë ma e re që i kena fit në përëndim shumë ma mirë se ata, po nana jeme qatë shumë që i pëlqejke Zvicra, edhe kur vike në Kosovë po kesh shumë që regullime, edhe fillimi mas luftës ka qenë shumë i vështirë. Edhe ajo thëjke, o bre zot, ku nuk po muj me javnu rotlat Zvicrës e me qunë Kosovë. Atë shumë që dojke mu këthy në Kosovë, po me marë bukurin edhe infrastrukturën e Zvicrës. E kur veke Londër nuk i pëlqejke. Londra thëjke, bi, po këto heq, kur gjo mirë. Masi që i ro me ardhë shumë ma shpesh, atëherë filloj me fetin, filloj me pëlqy. E me thonë, jo, vala shumë mirë, ju këtu jeni tu knaqë, është ma... Se Londra është ma laid-back, është ma mundesh me marë frymë. Ata ku kanë jetu, edhe janë në pjesën Gjermane, ku janë pak ma strikt se kantone tjera, e kur zuni me ardhë ma shpesh që i pëlqejke, që e marshme ma shpesh në Londër, nejke ka 2-3 muj, herë të one, herë të na ishme 3 motrat, ish mande jartë binakja, mas 7-8 viteve të mija me studiu atje, edhe u bënam na trijat bashke, kur vika ajo, knaqke, edhe që të thejke, ja, vesh nuk më gonë babi, se unë kisha ardhë në Londër. Ama Kosova ka qenë një ndër për to që... Në Kaçanik, a ka diçka prej shtëpisë vjetër të dikurshme të lidhë me kujtimet e... Po, e kemi shpinë e babit, ku aty jeton vlau i madh me familje, e kemi një apartment në katin e tretë, ku kur të vim na pe perëndimit, mos më u pengu këtë në... Po, e kemi shpinë e babit edhe vitin e kalum, nështë ajo përmend me vitin e kalum, nusja e vlaut shkon të vajza në Gjermani, se i studion vajza atje, edhe mbetëm në shpe vetë babi edhe na 3 motrat, jo binakja. Motra madhe une edhe babi jam u emocionu shumë, se s'na kishë ndodh na me mejtë në shpe, fmit na. Dhe me thonë, pa nipat edhe me isat. Edhe babi u qojke gjdo dit me mëngjes me shumë humor. E thoni pju thonë këtu ne, se babi qot ma mudi. E din donë me hangër mëngjezin, me i pi hapat, ma ndetën a e fillon ditën. E ata dhe dit që s'kem na vet, ajo qojke qatë shumë me qef, edhe zbrit ke poshtë, edhe më pju thonë qikave qka ka moj, shumë është happy, edhe motra ma dhe ma shumë logik, ma e vjetër, a din qka, tha, kjo sa ka nis me mu emocionu, tha, si o t'ju duk vetja që o këthy mbrapa në ku, edhe është vesh me neve. I ka shiu shumë ato dit. Shumë, që ato dhe dit jo në kona aj që e pashme që kur vike dhe kur qëjke dhe kur zbrit ke pinaltit poshtë, me plët dashni, edhe të nana e ngosme, të shab, tja, se s'ke treguna e kish mi qu, nusën edhe fmit, po jo mëre se së më pengojnë, pse po me ndonë që më kanë pengu.
Po, sigurisht që për çdo prind E ka pas atë nostalgjin, mendoj që... Nësi me kalu kohë, sidomos në vitet kur ata janë një moshë të shtyer, edhe kur krejt çka kanë, me thonë janë ato kujtimet edhe ditët e bukura që ju kanë rrit. Pakize thash në fillim që jeni rrit një familje me 3 vëllezër e 3 motra. Fatkeqësisht sot më nuk është kështu për familjen. Jo, nuk është. Nëse mund të pyes për 2 vëllezërit e tjerë? Vllau i vogël ka vdek para 28 viteve. Ai ka vdek në Zvicër, e vllau i madh ka vdek para 5 viteve, gati 5 vjet. Edhe nana ka vdek në atë kohë. Me thonë, nana dhe vllau i madh kanë pas veç 6 muaj mbas njëri tjetrit. Kështu që jo, o thy shumë. A lëngonin prej ndonjë smundje ata, apo... Nana ka qenë në dializ, me vesh ka pas problem. Vllai i madh jo, nuk kemi pas feedback që ka qenë i smut. Shumë shpejt ka ndodhur vdekja e vllaut të madh, që me të thënë drejtën ai na ka trondit. E vllau që ka qenë në Zvicër, ai ka pas problemet, mbas ndeshjes që ka pas 2 vite probleme, ajo ka qenë ma e akceptushme, edhe pse ka qenë 26 vjeqar. Po kjo e vlaut në Kosovë ka qenë një shok shumë i madhë, se as nuk u anku, as ka pas diçka që adin ti me pas nëjë concern me thonë që ej, ti s'po do kësh mira, po... Në vjen shumë keq për këto. Kjo është jeta. Por, sigurisht që sa do të dhimbje dhe humbje që mund të kalojmë në jetë, duhet mësohemi që të paktën me ata që i kemi t'i ruajmë të kalojmë sa më shumë kohë. Sot, pas gjithë kësa historie interesante që ndove të jetës, 2 gjëra do t'i nxirja unë si mesazh për të gjitha vajzat e reja që të ndjekin ëndrat e tyre dhe të mos dorëzohen as aty ku mund të ndihen të huaja dhe ku nuk flitet gjuha e tyre. Dhe tjetra që shqiptarët, pavarësisht që një periudhë e kanë ndjerë vetën të imponuar, të detyruar, të alshojnë vendin, kur mos të harrojnë të kthehen të rënjët e tyre. A do të sugjeroje njëjtë të gjithë diasporës tonë të madhe shqiptare një ditë ta bëjnë këto? Unë e di që nëse dikush do me më rrit dikon, nuk mundesh. Me babin tem gjithë e ka aj nëse i thu jone nuk muj me bo këta, thot. Është e vështirë, po mundesh. Edhe të rrit e trejat, jo munden, po qilin munden me prek. Me thonë, veç me pas atë determinimin që ti donë, se s'munet nuk ka. Nuk muj, une në familje teme nuk o akceptu fjalla nuk muj. Familje teme o akceptu fjalla e vështir, po bëhet, edhe trit. Nuk ka kur gjonë nëse ki ambicja, nëse je punëtor, nëse ti donë, veç duhesh ti me dasht. Çdo sen është i mundur. Shumë bukuret. E Kosova është vendi jonë. Kosova është aty ku neve na peshojmë rënd. Çdo sen që edhe thjesht për je ma happy, qohësh ma happy. Kosova është vend që si ti qelë syt, nin të full shqip. Fillimi ka qenë qatë shok, se ti e mësume gjdo herë me një të full anglisht, edhe kur e qelë që derën të këti ku shumë e mëngjesi, ti, të full shqip. është knatësi. Vendi jotë është knatësi. Faleminderit shumë që erdhe. Ishte shumë knatësi me të taku edhe me dëgju këtë rrëfim, me nda bashkë me shikuesit e emisionit tim. Faleminderit që erdhe. Faleminderit juve. Faleminderit. Ja, dhe kjo, një pakize në emision për hir të parë, një emër që se kishim pas dhe njëherë, kjo do të shënoheshtu në listën e misafirve të rrallë që kemi në studio, me edhe një histori shumë të bukur edhe një